Eliminimi nga Barcelona në çerifinalet e Champions League dhe dalja gjithashtu para koha jashtë luftës për fitimin e Kupës së Italisë, ka lënë një shije jo të mirë në kampionin e skuadrës së Milanit. Më i pakënaqur nga të gjithë duket se është bosi i klubit kuqezi Silvio Berlusconi, i cili megjithë faktit se skuadra vazhdon të jetë në vendin e parë në kampionat me 2 pikë më shumë se sa Juventus, nuk i ka kursyer kritikat ndaj skuadrës dhe kryesisht ndaj trajnerit Allegri, duke e paralajmëruar këtë të fundit se në rast se Milani nuk fiton as kampionatin, shkarkimi i teknikut Allegri do të jetë i pashmangshëm. Eliminimi nga Liga e Kampionëve është përgjegjësi e dikujt. Të gjithë dëshironim këtë edicion atë trofe. Na mbetet tashmë titulli në Serie A. Nëse edhe aty dështojmë, përgjegjësia mbetet tek Allegri dhe ardhmja e tij do të përkeqësohet, deklaroi Berlusconi, i cili ka pak kohë që është rikthyer në krye të klubit të njohur italian. Kritikat e Berlusconit ndaj Allegrit nuk janë të parat në këtë sezon, ku shpesh pronari i klubit kuqezi ka kritikuar mënyrën se si e vendos skuadrën në fushë trajneri Allegri, gjë e cila është faq hapur më së shumti pas çerifinalet së parë kundër Barcelonës në San Siro në Champions League, ku Berlusconi pohoi se Milani nuk duhet të luante në mbrojtje gjatë gjithë kohës.